Na duhet me bë përpjekje që kur të lexojmë Kur'an, kur të lexojmë Elhamin, surën, me lexue si ashtu sikurse që është më së miri. Me lexue ashtu sikurse që ka zbrit nga Zoti xhaleshanu, e që quhet Kur'an. Me lexue sa më mirë, me ia dhon hakun shkronjës, fjalisë e kështu me radhë. Mirë po, rregullat e tajvidit, rregullat e nunit sakin, mimit sakin e kështu me radhë, janë ai dekore apo janë disa parametrat e cilat e plotësojnë shpërblimin e hjeshoj namazin. E hjeshojnë paraprakisht leximin e Kuranit dhe e kompletojnë leximin edhe shpërblimin e tënd në namaz. Prandaj themi se rregullat e leximit të Kuranit, tajvidit që shumica e popullit ton nuk i dinë, janë sunet të preferuara. Nuk ndikojnë në saktësinë apo mos saktësinë e namazit. Dhe këtë që po e themi, e kanë thënë dietarët islam, Imam Nawawiu thotë se ka dakordim midis dietarëve islam se rregullat e tajvidit janë sunet mustahab. Dhe lëshimi i suneteve me qëllim është mekruh. E pa qëllim inshallah i falën nga ana e Zotit xhaleshanu. Për këtë arsye po them me thonë me këtë se kur të lexojmë Kur'anin, duhet me mundu me lexu sa më mirë. Po lëshimet në rregullat të leximit nuk prishin punën në saktësinë e namazit. Na duhet me bë përpjekje sa më mirë me lexu. Por në rast se gabon dikush, nuk më le thot si duhet, mos të shqetëson kjo, e rëndësishme është me qenë vullneti, dëshira, përpjekja jote që ti me lexu dhe me fal namazin në formën më të mirë. Leximi elhamdulillahit i surës Fatiha është vajib, është obligim me lexu surja Fatiha. Në rast se dikush e harron apo nuk e lexon Fatihan Elhamin, namazi i tij pranohet si obligim. Po shpërblimi është i mangët i të cunguar. Nëse dikush nuk e thot Elhamin dhe mundet me thonë se dikush nuk e din hiç për shembull, duhet me lexu diçka tjetër. Mirë, po dikush e din Elhamin e ka harru. Po flasim për rekatën e parë dhe dytë në farz dhe për në të gjitha rekatet nëse fjala për sunete. Nëse ka harru Elhamin, atëherë do të më bëj sejdë në fund sepse ka lëshuar njërin prej vaxhive, por namazi nuk ka nevojë më përsërit sepse është i pranuar.